Sa më shumë që afrohet robi tek Allah subhanahu wa taala me vepra farz dhe me nafile, kjo është më afër që Allah subhanahu wa taala t'ia pranoj duan e tij. Thot Allahu i lartësuar: "Fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur të pyesin ty robrit e mi për mua, un jam afër, i përgjigjem lutjes së atij që më lut. "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Andaj edhe ata le të më përgjigjen mua dhe le të besojnë tek unë në mënyrë që të drejtohen dhe të udhëzohen dhe të përgjigjet, domethënë Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këshillën që ja jep Abdullah ibn Abbasit, i thot: "Ihfazillaha yahfazak, ihfazillaha yahfazak." Ruaj kufit e Allahut subhanahu wa taala, Allahu do të ruaj ty. Po ashtu i thot: "Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda." Njihe Allahun subhanahu wa taala kur t'jesh rahat, do të njoh kur t'jesh në vështirësi. Që të përgjigjet Allahu subhanahu wa taala në momentin kur ti do t'jesh në vështirësi, dhe kjo qoftë në vështirësitë kësaj bote, qoftë në vështirësitë ahiretit, që të përgjigjet Allahu subhanahu wa taala, duhet që kur ke qenë në liri dhe kur ke qenë në mirësi, ta kesh njohur Allahun subhanahu wa taala me vepra të mira.